Namazgjau gjendet në anën veri perëndimore të Prizrenit apo përballë stacionit të autobuseve. Fjala namazgjar rrjedh nga fjala e persiane që do të thotë vend për falje, vend për lutje. Pas rënies së Prizrenit në sundimin e Perandërisë Osmane në vitin 1455, Isa Beu, që ishte komandant i Fatih Sultan Mehmedit, ndërtoi namazgjaun që shërbeu si xhami për ushtrinë osmane. Mjeshtri dhe mbikëqyrësi kryesor ishin Ahmet Çaushi. Pas vendosjes së plotë të administrimit osman në Prizren, namazgjau u lihet pasdore pasi që në atë kohë fillojnë të ndërtohen xhamitë e zakonshme. Më vonë, pasi që lokacioni i namazgjaut ishte në periferi të Prizrenit të atëshëm, atë e shfrytëzonin për falje bujqit që punonin tokat e tyre. Në vitet e 50 të shekullit të 20, pra namazgjaut ndërtohet një depo e madhe, me çrast shfrytëzohen edhe një pjesë e materialit guror të namazgjaut. Kurse gjatë ndërtimit të depos, ashtu dhe gjatë ndërtimit të ambulancës, e cila është ndërtuar gjatë viteve 80 të shekullit të 20, janë shkatruar varrezat e vjetra që ishin përreth namazgjaut, ashtu që tani aty kanë mbetur vetëm 2-3 sorë që tani janë shndruar në tyrbe. Hulumtimet arkeologjike në objektin e namazgjaut janë bërë në vitin 1969-1989, por fatkeqësisht nuk janë ndërmarrë masa mbrojtëse. Në vitin 2000, Instituti për Mbrojtjet e Monumenteve të Prizrenit, duke vlerësuar rëndësinë e këtij objekti, harton projektin ideor për restaurimin e namazgjaut. Pas ofrimit të projektit të KFOR-it turk, ata ndërmjetësuan që qeveria e Turqisë të ndihmojë financiarisht këtë projekt, pasi që edhe komuna e Prizrenit dha përkraje atëherë IMM e Prizrenit hartoi projektin kryesor të restaurimit të objektit të namazgjaut dhe rregullimin e parkut përreth saj. Kështu që më 10 tetor 2001 zyrtarisht filluan punimet restauruese të objektit. Gjatë restaurimit është kushtuar kujdes që materiali dhe teknika ndërtimit të jenë sa më identike dhe ato burimore. Inaugurimi i objektit u bën në prill të vitit 2002. Namazgjau është ndërtuar me planimetri trekëndshe nga gur të gdhendur të lidhur me llaç gëlqeror. Ndërmjet 3 shkallëve ngjitet një platen ku gjendet një mur me lartësi rreth 1 metër, ku është paraqitur nisha që është një mihrabin. Në këndin e djathtë të murit gjendet minarja në bazë katrore dhe trung 6 këndor të punuar nga gur të gdhendur. Namazgjau në popull njihet edhe si kërk xhamia, që do të thotë xhamia e thyer. Së bashku me ambientin përreth, namazgjau paraqet një monument të rëndësi historike dhe pikë karakteristike për pjesën perëndimore të qytetit të Prizrenit.